Sara, kujdes me mënyrën si po sillesh me njerëzit përreth teje. Banorët po të tolerojnë shumë më tepër se ç'duhet dhe kjo po duket çdo ditë. Nuk është më koha për sjellje arrogante, për debate pafund apo për ato pordhët që mendon se të bëjnë më të fortë në sytë të tjerëve. Je 30 vjeç dhe në këtë moshë njerëzit presin pjekuri, qetësi dhe respekt, jo drama të kota që lodhin gjithë ambientin. Përplasja jote me banorët nuk erdhi rastësisht. Çdo debat që ke krijuar ka ardhur nga mënyra si i nënvlerëson të tjerët dhe si mendon se vetëm fjala jote ka peshë. Në fillim shumë veta të kuptuan, të lanë hapësirë dhe menduan se ndoshta je thjesht temperamentale, por tani po shihet qartë që po e tepron. Njerëzit po të durojnë sepse nuk duan konflikt, jo sepse ke të drejtë. Shumë herë ke folur me ironi, ke tentuar të ulësh të tjerët dhe pastaj je viktimizuar kur ata reagojnë. Kjo nuk është forcë. Forca është të dish të kontrollosh veten edhe kur je nervoze. Banorët nuk janë kundër teje pa arsye. Ata janë lodhur nga e njëjta sjellje që përsëritet çdo ditë dhe sa më shumë vazhdon kështu, aq më shumë po humbet respektin e njerëzve që dikur të kanë mbështetur. Duhet ta kuptosh që askush nuk është i detyruar të durojë energji negative pafund. Respekti fitohet me sjellje, jo me zë të lartë apo me mendje madhësi. Nëse vazhdon të mendosh se të gjithë e kanë gabim dhe vetëm ti ke të drejtë, do mbetesh vetëm në çdo debat. Njerëzit mund të falin shumë gjëra, por jo mungesën e respektit të vazhdueshëm. Prandaj, mendo pak para se të flasësh, para se të shpërthesh dhe para se të përpiqesh të bësh show me çdo situatë, sepse durimi i banorëve ka kufi dhe ai kufi po afrohet çdo ditë më shumë.